Ndërkohë shkojnë në qendrën klinike universitare, atje ku edhe sot kanë protestuar punëtorët e sigurimit fizik, të cilët janë rreth 260 punëtorë të cilët kanë protestuar. Për të na folur pikërisht për këtë protestë kemi në një lidhje direkte me telefon Jusuf Azemi nga Sindikata e Pavarur e Punëtorëve të sektorit privat. Përshëndetje zotë Azemi. Zotë Azemi, a mund ta tregoni se ku ndodheni për momentin dhe si shkoi gjithë protesta? Për momentin në bordi i QKK-s është në takim dhe drejtori i QKK-s ka kërkuar nga ne që në moment ku të përfundon takimin të takohemi dhe të vazhdojmë lidhur me problemin që kemi për punëtorët të sigurimit. Çka po themi kështu hapëse e gjithë kjo situatë ka për shkak të keqpërdorimit të pozitave të njerëzve të caktuar dhe mbi 280 punëtorë kanë lënë pa pagesë, po thuaj se gati që më shumë se një ditë, dhe gjithë kjo amulli po ndodh për shkak të apetitave të njerëzve të brendshëm. Faktikisht sot kemi pasur një numër tepër të madh të punëtorëve të cilët kanë ardhur para QKK-s. Një grup i joni, kryetari i shoqatës me bashkëpunëtorë shtuar me drejtorin e QKK-s, por tani jemi duke pritur që ta bëjmë një takim edhe me drejtorin e QKK-s, i cili unë nuk pres të thuaj se gati asgjë, sepse Londa e ka marrë rrugtimin e vet. Është bën një keqpërdorim i hapjes së Londës të ajtën dhe të prandën, për këtë e kam thonë po të kishte shtet dikush u dashur me shku në burg, dhe gjitha këto po ndodhin ndoshta për të parapragaditur ndonjë kompani që për ta marrë ta kryej këtë shërbim. Por megjithatë, vendimi i sindikatës është dhe jo kemi transmetuar punëtorëve, ne do të bëjmë në aspekt të brenda nga primi kohë që çdo që ta përgon kërkesë të të shoferi, dhe nëse kanë ndonjë garantë nga ajo marrë të punëtorë dhe të shkoj para pesë se nëse nuk e kanë për të në shërbim që ta vazhdoj këtë lëndë për të imunitet, dhe nëse i pojnë kërëtëm, për që e ka mundësin që mërënë ditët të përëndoje gjithë kjo që ka përndohet. Po, në këtë pikë në të cilën e gjendeni, në këtë situatë, cila është të themi, cila është veprimi juaj, çka pritni që të realizohet përmes këtij takimi, nëse nuk realizon kërkesat e juaja si sindikat, cilat janë veprimet e mëtejme që do t'i ndërmerrni? Veprimet tona janë që do të pritur 3 ditë marrëveshjen mes të QKK-s dhe OSHP-s, dhe nëse nuk funksionon, këta punëtorë duhet me quajtur para OSHP-s, sepse ky është rrugtim, tjetër nuk ka. E kanë kamufluar gjithë këtë punë, e kanë bërë po themi qëllimisht, e kanë bërë për interesa të tyre personale, dhe na tash jemi viktimë të tyre sa që këta punëtorë sa me të vërtetë janë njerëz të cilët në ndije keq punëtorë të cilët në fund të muajit kanë kreditë të tyre dhe ju kanë bërë puna në farforme pa dëshirën e tyre dhe pa vullnetin e tyre, por gjithë kjo po ndodh për përfitimet të kompanive. Po cila propozoni ju, cila do jetë zgjidhja ndoshta që të dy palët mund të gjejnë paqen mes vete? Zgjidhja është ajo që këta Zgjidhja është kjo që këta mund të një farforme që nëse dy kompani që janë pretendues të kësaj kontrate fituese do në mënyrë. Dhe anë tjetër, në aspekt ligjor, nëse do në vullneti i mirë i QKK-s dhe OSHP-s, kjo mund ndodhë brenda 3 ditë mund përfundoj këtë proces. Por megjithatë, domethënë është mbrapsht është mbrapsht ka me përfundu. Punëtorët e kanë të qartë. Sindikata ka arrit që në çdo tender që del në QKK, çdo kompani që vjen është e obliguar që të merr gjithë ato punëtorë që ka qenë brenda, sa do të vanohet, unë nuk guzoj me garantu, sepse kisha guzuar me garantu nëse respektohen gjitha ligjet. Ligjet në Kosovë nuk po respektohen dhe kjo është në dorën e tyre. Maksimumi mund të shkon 2 minutit, por shpresojmë se ndoshta gjatë kësaj jave për ta kuptuar problemin zotë Azemi, për ta kuptuar problemin në thelbësisht, pse saktësisht këta punëtorë kanë mbetur pa punë? Çka ka pasur gabimisht në kontratë që është ndërprer kontrata? Sepse një kompani që ka pas kontratë 6.000 euro, në atë kompani, domethënë është ankuar dikush,
Dhe OSHP-ja e ka kthyer në themi një farforme, e ka thyer atë vendim sepse kanë thënë që është jo ligjore, dhe na tash prit një kontratë negociator në që procesi që ka thyer para një. Duke se kemi pak probleme me zotin Azemi, megjithatë e falenderojmë për gjithë këtë mundësi që ta kemi drejt për drejti në emisionin Rreth e Rrotull. Ai është në Qendrën Klinike Universitare, duke pritur që të përfundoj takimi i bordit të drejtorëve të Qendrës Klinike Universitare, e më pas që të kenë edhe një takim me drejtorin e QKUK-s, ashtu të paktën është edhe premtuar nga vetë ai. Nga këto zhvillime